Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani përmes një statusi në Facebook tha se ligji i ri për përfaqësim adekuat dhe të drejtë është i dobët dhe nuk mund të jetë zëvendësim për balancuesin. Ai numëroi edhe disa arsye, disa prej tyre i theksoi dhe ato janë: nuk është më i detyrueshëm por orientues, nuk vepron automatikisht por varet nga vullneti i administratës, nuk bllokon vendimarrjen kur shkelet përfaqësimi por vetëm e regjistron atë, nuk vepron ex ante por ex post, nuk krijon pasoja juridike të drejtë për drejta për mosrespektim, nuk garanton përfaqësim real por menaxhim të përfaqësimit. Osmani shtoi se balancuesi funksiononte sepse nuk linte hapësirë për improvizim. Sipas tij, ky ligj lë vetëm hapësirë dhe kur ligji krijon hapësirë, pabarazia gjithmonë e shfrytëzon, përfundon ai. Ndryshe, para disa ditëve, kabineti i zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë Arben Fetaj njoftoi se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka marrë vlerësim pozitiv nga Komisioni i Venecias. Nga atje shprehen të bindur dhe shtojnë se me këtë ligj do të sigurohet një ekuilibër cilësor midis sistemit të meritave dhe respektimit të standardeve profesionale dhe parimit të përfaqësimit të drejtë të gjitha komuniteteve.